Ne prej 15 vitesh kemi risjell traditën e hershme të Mëndafshit. Mbështimi i Mëndafshit në Zadrim është një traditë e hershme po aq sa vetë Zadrima, sepse veshja grua zadrimore ka qenë e punuar me Mëndafsh, por për një periudhë prej pothuajse 40 vitesh ose më tepër është humbur si traditë. Të punosh në tezja është art dhe dashuri. Edhe është shumë e vlefshme, është një punë që po humb, sepse është shumë e vjetër, por është një art shumë i mirë, do mendoja që edhe firmat të njohura, si Versace, Dolce & Gabbana, të merrin nga Mëndafshi Zadrims. Këtu në Zadrim ka një shprehje që thuhet që rritja e krimit të Mëndafshit kërkon aq për kushtim dhe dashuri sa rritja e një fëmije. Prandaj themi që është një proces shumë delikat. Ka një cikël jete 5 deri në 7 javë dhe gjatë gjithë kësaj kohe kërkon vetëm të ushqehet. Ushqehet vetëm me gjethë e mami, është shumë delikat. Shumë i ndjeshëm ka shi i temperaturave, nuk duron temperaturën e lartë me 28 gradë, nuk duron të ftoftin, nuk duron lagështinë e tepërt, nuk duron helmet, zhurmat, vetimen, ka shumë. Na kena pas kërkesa shumë. Nga studio kinematografike, kena pas kërkesa nga shtëpi mode, nga artist, nga të huj, që i kanë blej këto produkte.